is us together. Anywhere we go to, in this moment will you say it like you mean forever? No matter what we go through, always. Mirëmbrëma, jemi sërish në Duo Prime. Mirëmbrëma Era. Mirëmbrëma Lori. Si shkoj java? Shumë mirë. Për çfarë do flasim sot? Sot do flasim për një temë, do bëjmë pak serioze sot. Nëse si jemi serioze ne po. E ftuara jon do flasi për shumë gjëra që kanë shumë edhe dhimbje, po mendoj që sot duhet të flasim pak më shumë për shpresën. Për mundësinë për një ditë më të mirë. Për t'i rregulluar edhe më mirë ato të gjitha elementet që ne do prekim me të ftuarën. E ftuara nuk është aq serioze, edhe pse del për shumë gjëra serioze. Punën e ka serioze ajo. Ne do ta pyesim pak edhe për gjërat e veta, edhe të kuptojmë që është shumë solare si njeri. Por kur bëhet fjalë për emrin e saj, unë nuk do ta prezantoj fare, po të them emrin Anduena Labani dhe dihet për çfarë do flasim. Say goodbye to all your wars. Close your eyes, I'll be your gravity. Anduena, po mirë se vjen. Mirë se të gjejmë, Lori. Edhe, Era, Anduena sot po më bë pak përshtypje në fakt, sepse në përgjithësi je gjithmonë e veshur me ndonjë kostum. Më doli nga parashikimet, domethënë. Më doli jashtë parashikimit, por kam frikë se i ka dalë edhe asaj audiencës që ka merak pse Anduena është e veshur gjithmonë ekstravagante, pse Anduena është gjithmonë ajo gazetarja e kronikës së zezë me tashë pse del terren me taka, çfarë bën shumë më vajzë. Mbaj se kanë një kështu kod veshje. Që ka terreni nuk e di që të pas në një kod veshje. Po, por sigurisht që veshja popilesha, tani unë, Lori, ti më njeh shumë mirë, që unë luaj pak me plaçkën le të themi, se nuk është se jap shumë rëndësi, po them që eci gjithmonë me parimin që tjetrin pritet se është veshur dhe përcjellet, për çfarë flet. Nuk është shumë e rëndësishme, por mbase kam rënë në sy për gjatësinë ose për elegancën ose për gjuhën e trupit, ose në fakt charmin. Vajzat gazetare në terren, po flas për shumë vite punë, edhe për 20 e ca vite punë, nuk e kam patur shumë të rëndësishme faktin të jenë prezentabël, domethënë të jenë të veshura, të jenë të kuruara. Unë kam patur faktin që kam punuar në një televizion ku paraqitja e gazetarit ishte primare. Pra ti nuk mund të rije me trikoleshe në një intervistë. Flasim për vitet e tua të para në Top Channel, apo jo? Në vitet 2001-2002 në Top Channel. Pra, gazetari duhet ishte gjithmonë me kostum, gazetari duhet ishte gjithmonë me një këmishë, duhet ishte gjithmonë i veshur, i pastër, i krehur dhe i grimuar. Dhe kjo gjë u bë kaq luftëm tradicionale, se varet edhe nga natyra. Të vjen dhe organike kam përshtypjen. Shiko, se varet edhe nga natyra. Domethënë, unë jam një karakter që unë e përqafoj me njëra këtë gjë, se mua më pëlqen një njeri të jetë bukur i dukshëm. Apo jo, se për gjysma punës. Sa kohë të merr gjatë ditës fetja jote? Më merr pak. Edhe si jeni ditën? Në fakt ti dukesh sikur je ekstravagante ose sikur je shumë vëmendje, po je shumë sportive. Ja, sot për shkakun ke ardhur. Unë bile kur ti më the që do të fitoj, thash, unë do shkoj shumë sportive te Lori, sepse mendoj që ky tip programacioni është shumë i sër. Do të ketë mesazhe shumë të qarta, shumë të thjeshta, si kundër do të jetë një veshje dhe një prezantim. Kështu që nuk mund të të shkenjeja Lori në këtë pikë. Nuk do vija me kostum, sepse me kostum janë... Ja, jemi veshur vetë neve me kostum. Kështu që kostumi jose nuk më qëndron shumë bukur, po... Si e nis ditën? E nis vrutshëm.
Ditë e mia era nuk janë asnjëherë të njëjta. Mbase fakti që e kam bërë këtë lloj profesioni dhe e dua këtë lloj pune është përrisht sepse nuk e kam shumë dinamike ditën. Nuk e kam asnjëherë të njëjtë. Java fillon ndryshe dhe mbaron shumë ndryshe. Varet nga impenjimet që kam, nga takimet e punës, nga angazhimet për emisionin, kafet me shoqërinë, me burimet, se jo, që janë shumë të rëndësishme për mua, por edhe në ftesat në studio, që janë një tjetër angazhimi imi, për cilën harxoj shumë kohë. Po ka ndonjë ditë për shkak që thua sot do të janë lloj të gjitha dhe do rin krevat. Sigurisht që ka. Edhe kafen do ta pin krevat. Sigurisht që ka. Po. Ndodh. Dhe çfarë bën ato ditë? Përpiqem të pushoj, sepse për mua pushimi është si një karikim. Sikur je vënë në prizë dhe edhe jeti nga ato për shkak që kur thua do pushoj është sikur e pik rorin me automat apo jam aftë. Vazhdon të flet. Jo, jam aftë ta bëj. Unë madje lexoj edhe disa rregulla zen, janë tradicionale, për të qenë një lloj terapie që ti i bën trurit, më pëlqen kjo gjë, unë merrem dhe me aktivitet fizik, dhe kjo gjë më bën ti bën palestër. Jem shumë sportive, dhe nuk them do pushoj dhe pushoj vërtet. I vetmi moment ku unë pushoj është kur lexoj. Anduena, ky pushim vjen edhe kur ti ke çështje dhe ulumtime, dosje që të kanë lodhur, raste që duhet të merresh, që i gjithkohës në kërkim, në zbardhje, në hulumtim, të vjen kjo mbas një pune shumë të lodhshme, të gjatë. Pushimi. Ua boll njerëz se u lodha me këto çështje këtë javë. Po sigurisht, sepse përpiqem që ta programoj kohën time, sepse duke programuar kohën jam më efikase dhe më eficiente. Përkushtohem shumë tek një gjë. Përpiqem që të arrij rezultate më të mirë, jam shumë përkushtuar nga vetja, por nuk jam asnjëherë satisfaksuese që të them unë e arrita e bëra. Përpiqem që këtë gjë ta marr tek të tjerët. Këtë lloj këtë lloj vlerësimi. Dhe në momentin që marr një lloj satisfaksioni nga puna që kam, atëherë pastaj jap postime të gjithë të drejtën dhe vetes time të gjithë të drejtën për të pushuar dhe për të pushuar në mënyrë shumë cilësore. Nduena, ndalemi pak tek e tashmja. Je duke zhvilluar një mision shumë të mirë çdo të mërkur. Ja, shefja këtu filloj. Këtu fillon ti. Nisur nga emisioni, komplimenta një herë, sepse je çdo të mërkur në orën 9 apo jo? Po, çdo të mërkur në orën 9. Dhe News 24 dhe ndërkohë unë dua të të bëj një pyetje, si e sheh ti sot reformën në drejtësi? Çfarë mund të ishte bërë më mirë ose çfarë sheh të mirë që po vlen? Të reforma. 7 vite pas më ktheva. 7 vite pas ku në çdo tavolinë tonën me njerëz që janë sistemi i drejtësisë diskutonim se çfarë do të ndodhte mbas 7 vitesh me reformën drejtësi. Dhe madje ka qenë një avokat i cili plasi një batutë në tavolinë dhe tha: "Dgjoj, kjo reforma do vi një ditë që ne do paguajmë që çështja jonë të dalë në shqyrtim." Çka do të thotë që gjykata dhe prokuroria do kthehet në një institucion i cili nuk do të jetë i barabartë për të gjithë. Unë nuk e di nëse reforma për drejtësinë për një pjesë të mirë, sepse e di çfarë ndodh, Lori, pjesa që reforma anatemohet shumë nga politika. Në shumë raste edhe përlyhet, edhe nxihet, edhe hidhet poshtë. Po fakti që ne sot kemi një institucion siç është SPAK-u, i cili përmendet nga mëngjesi deri nga aktorët politikës, por jo vetëm, edhe nga gazetarët, tregon që diçka po ndodh, diçka po bëhet. Ka gazetarë të cilët kanë vite së puna ime që e mbulojnë këtë sistem dhe janë të bindur që ata prokurorë që janë aty dhe ata gjyqtarë që janë aty për të dhënë drejtësi. Ja u bën juve punën më të lehtë gjatë hulumtimit? Këtu pastaj dallohet një gazetar i mirë nga një gazetar jo i mirë, sepse burimet janë ato që ty të japin vlera dhe të bëjnë diferencën mbi të gjitha tek besueshmëria që ti krijon opinionin publik. A ka lidhje kjo me gazetarin
në vetvete apo me median ku ai punon? Pyetje me shumë vëndere, sepse në shumë raste janë mediat ato që janë aneksuar në shumë raste. Edhe për shkak të marrëdhënieve që kanë me politikën edhe me biznese, shpeshherë, edhe krijojnë këtë kakofoninë, krijojnë këtë idenë që shikose, shumë ka gazetarë që thonë prokurorë, gjyqtarë marrin lek, bëjnë dallavere. Ka gazetarë si puna ime që unë nuk mund ta them një gjë të tillë pa e parë me sytë e mi. Sigurisht që ka prokurorë dhe gjyqtarë që ose oficerë policisë gjyqësore që shërbejnë klaneve partijake me dhënie informacionesh. Po unë jam e bindur që nuk ka prokuror që shesin dosje. Jam e bindur, sepse unë e di shumë mirë kalvarin që kanë kaluar këta individ për të qenë aty, për dispozicionin që kanë ata ndaj punës dhe betimit që kanë bërë përpara kushtetutës dhe mbi të gjitha janë njerëz që kontrollohen ata dhe familjarët e tyre nga mëngjesi deri në darkë. Kështu që nuk besoj që janë çmendur. Edhe të rinë, domethënë të bëjnë gjëra të tilla, fiasko të tilla, të luajnë me jetën dhe me profesionin, por mbi të gjitha me familjen. Njeriu kur është në pozicion të ngrohtë dhe nuk e kupton rrezikun, se thotë okay, nuk do vit ke unë. Jo, ata e dinë shumë mirë se çfarë i pret. Është kosto sepse ose mendoj se mund t'i kenë ata ndoshta krahët e ngrohtë dhe Për çast ndodh, kemi dëgjuar shumë raste. Nuk është se jemi në Shqipëri. Nuk është rasti për ta krahasuar gjykatën speciale dhe prokurorinë speciale me çfarë kemi parë deri tani ose me ata që me prokuroritë e rrethave apo me prokurorinë e përgjithshme që janë akoma një gjë kastës së vjetër, dhe ne themi që okay, ata janë aty edhe si luan njëri. Prapë ata kanë frikë. Biseda të vazhdueshme me avokat, me prokuror, me çështje të caktuara, me dosje që lexoni, çfarë pritet në 2025-ën? Ka ndonjë fortunë që pritet nga këto arrestimet? Ta bëjon atë ton. Pas 30 sekonda shpëgjigja. 29, 28. Jo, a priten arrestime të tjera? Mendohet që priten arrestime të tjera? Po, priten arrestime. Priten arrestime, dhe nuk është se unë them priten arrestime se unë e di. Patjetër, flasim gjithmonë nga profesionale. Jo, është deduksion logjik për një arsye. Që nga hapja e spakut në 7 vite, ka një lumë procesesh penale, dosje voluminoze, ku pikërisht për këto dosje subjektet e hetimit janë pikërisht njerëz të pushtetit. Të djathtë edhe të majt, të qendrës edhe para qendrës. Kështu që këto dosje, të cilat janë aty, për cilat nuk ka një vendim mbyllje, janë të hapura. Po pse janë të hapura ato? Pse qëndrojnë të hapura? Po sepse marrin kohën e vet për të plotësuar me aktet të nesër, kur dosja të shkojnë në prokuror, në gjykatë për shqyrtim, mos ketë asnjë lloj procedure, të cilat e kthejnë pas për hetim. Pra, edhe për shkak të natyrës që thohen zyrtarët e lartë, se bëhet një e disa dokumentacioni duhet apo jo për ta provuar. Dokumenta pafund. Që era Lori dhe Anduena kanë marrë një tender dhe kanë bërë shumë procedura. Ka vërtet shumë procedura apo zi zvarrisin pak edhe vet? Por unë ulem me prokuror të spakut dhe i them, ore, pse e keni mbajtur, pse e mbani ka gjallë domethënë këtë dosje? Se arrini, sepse duke e mbajtur ka gjatë, ju ulni besueshmërinë tek opinioni publik. Edhe prokurori është zot në dosjen e vet. Nuk vendos askush për vjushmërinë, për hetimin, për shpejtësinë që duhet ketë një proces hetimor në një dosje të caktuar. Duke qenë se prokurori është përgjegjës për hetimet dhe çdo veprim që kryen, është shumë i përgjegjshëm në atë që bën. Më mirë me kohë se sa të bëj një gabim. Tash nëse mund të kushtoj. Atëherë, kështu që kotë, se unë nuk është se jam, nuk marr vesh politika. Po thjesht pyetje kështu, si një popull i thjesht. Kjo koha, për shembull, është sepse vërtet
Ka nevojë të studioj akoma terrenin, apo ndoshta e ka mik Anduenën edhe do t'japin çik kohë që të rregulloj Anduena gjërat e veta? Shiko, unë nuk di që një prokuror ketë mik një zyrtar. Nuk e kam has ndonjëherë. Një politikan, një biznesmen, një... Po, ka patur raste ku një prokuror Po, hap pra tash. ka Ja, komunikuar na doli. me SMS me një zyrtar që sot është i arrestuar për shpërdorim detyre për disa akuza tjera të rënda penale, dhe duke rrezikuar edhe gati 12 vite burg. Dhe unë i kam parë këtë SMS, por janë deri në pikën ku këta dy individ kanë komunikuar për një çështje që lidhej me pronën. Ishte në Dhe besë. kanë qenë shumë kortezi si SMS. Po deri aty, SMS të cilat janë ruajtur nga prokurori për çdo ditë të keqe dhe ditë të zezë, që nëse pas nesër, nëse pala tjetër pretendon që ka qenë indikuar nga kjo gjë apo nga ajo gjë, ky prokuror e ka tashmë provën në dorë. Se shumë e rëndësishme se është një pyetje shumë e rëndësishme, një dosje, një puç, për shembull që mund të bëhet një zyrtari apo një dosje me prova. Po. Që të bësh një dosje me prova nuk është një gjë e lehtë. Duhet një punë Kolosale. shumë e madhe, e cila jo gjithmonë bëhet nga prokurori, por bëhet nga oficerët e policisë gjyqësore, pra nga BKK-ja, e cila është detyra më kryesore, janë këmbët e duart e SPAP. Që dalin pa gjitha. Ata grumbullojnë gjithë materialin, ja vën dispozicion e timit prokurorit dhe më pas është prokurori që dikton formën penale të timit dhe deri në dërgimin e dosjes në gjykat. Por deri më sot sinqerisht nuk kam dëgjuar që jetë prokurori mik me të pandeurin. Po, ka avokat të këtyre zyrtarëve që gjejnë dritare të ndryshme apo vrima apo hapësira për të futur dhe për të shkuar deri te prokurori, sepse kjo është një përpjekje që bën gjithmonë një pandeur, një i dënuar, një njerëz që kemi edhe në të përditshme të shkojmë të gjejmë një mik doktorit, të gjejmë një mik zyshës, është në njerëzor që të përfitojmë. Por nuk kam rastisur Nuk ndodh në këto. Nuk kam rastisur sepse instanca. Janë, po, në këto lloj instanca, sidomos madje po diskutoja një me një prokuror të SPAK-ut dhe më tha, ndonjëherë kam frikë edhe vetë kur e dëgjoj, domethënë ta dëgjoj zërin brenda SPAK-ut kam frikë, sepse aq i tmerrshëm është bërë SPAK-u në raport me individin. Sa që dhe vetë SPAK-istët, prokurorët, kam frikë ndonjëherë të përfshihen në disa gjëra, se thonë ore, Ç'më duhet Tani që përmend se ti përmend zyrtare. Tash është kjo javona tani do ta prekim me këtë, se s'rrim do ta prekim. Ja, në telefon po kushtoj jetë vall, se kështu si puna jo. Po tash se emra dëgjojmë. Si tash dëgjojmë ne këto zyrtarët, zyrtarët kanë hallet e veta, po tani është e vërtet, domethënë është e vërtet kjo që po flitet? Që janë vajzat showbizit që po hyn brenda në takime, se hyn. Kohët e fundit ka qenë kështu si një kthyesi në modë. Është e vërtet. Në fakt disa të dënuar, se jo të gjithë kanë të drejtën të marrin takime brenda qelive, sepse ti je në kushte izolimi. Ti nuk mund të kesh të gjithë individët e tjerë të dëzosh. Kemi parë edhe që janë në kushte shumë luksoze. Po mirë, në disa foto për shembull që qarkullojnë. Çka, ky pastaj është problemi i sistemit, sepse nuk e kanë të mundur shteti ynë që t'i garantojë një qeli normale, një të paraburgosuri, edhe ai e çon hotel, buxhetin e vet dhe me ndihmën e vet arrin që të fusë një krevat, ta fusë edhe kështu king size bila. Këto i dime po mos më kalo pyetjen ti mua një herë, më kthej përgjigje për atë që të pyeta. Është kthyer në modë. Është kthyer në modë. Ç'a ndodh? Po në ç'kuptim në modë, që ta kuptoj dhe audienca e thjesht për çfarë e konsiderojmë modë. Personazhet VIP, të cilët sot gjenden në qelitë e paraburgimit, në disa burgje. I kanë mundësi që të fusin edhe një celular. Qartë. Të fusin edhe një televizor për të parë se ç'a ndodh. Edhe fiksohen aty me një gur ekrani. Edhe këtë duan ta bëjnë ëndrrën, ta bëjnë në realitet. Ka raste që këta individ madje edhe kanë investuar që këto personazhe të ecin në karrierën e tyre. Kur them investim do të thotë në para. Okej. Kanë dhënë para
në televizione, Qartë. që këto vajza Të vazhdojnë të qëndrojnë në po. E kuptoj. të jenë personazhe kryesore që drejtojnë emisione sportive, debate televizive, të jenë personazhe që japin opinion, personazhe që Po mund të jenë këto vajza reality show. Dhe me thënë, këto vajza kanë dhe një lloj detyrimi. Nuk është se ka gjithmonë raste që dikjo hajde ti këtu se dua unë të të shoh. që mund të jenë edhe burim rrjedhë informacioni. Telefon, femra gjithmonë ka qenë. Është matahari për atë njihet, por nuk besoj që këto janë tek kjo lloj kategorie matahari. Nuk janë femra që sidomos këto femrat e ekranit të showbizit nuk hyn tek pjesa e dhënies dhe marrjes informacioneve. Po hyn tek Në shumë raste hyn tek përfitimet personale dhe tek përfitimet Monetare. Po. Do Pra, na thuash për të në vazhduar iniciale një të showbizit. Po unë di që një pjesë e mirë ka ndalë. Unë zdigjet. Ka ndalë emrat? Ka ndalë emra. Ashtu, ha? Po, ka ndalë emra. Po unë nuk mund të Tash se unë si di edhe kështu me emra. Po tani na nxirr në një gjë. RB. Kush është RB-ja? Tash i rrim pa gjumë sot. AD? Wow, mbajmë shkutim tash. RBAD. Nice. Okej, RBAD. Ç'të të themi? Unë më shkoj në AD-ja. Oh, Ethë. Etha. E kuptuam tani. Kur diskutoja me një drejtues lart të sistemit penitenciar, pra të burgjeve në Shqipëri, shpesh herë përpiqej që këtë gjë të mos ma pranon, sepse nuk është normale t'ja pranoj një gazetari që po ekziston, por rastet e diskutuara në media, për cilat për shembull ishte rasti i fundit. Pra, jo, ajo që doja unë të dija Andrena, më fal që të ndërpres, është nuk janë fake. Kjo është rëndësishme, nuk janë fake. Nuk janë fake. Nuk janë fake. Unë e kuptoj kur një paraburgosur ose një arrestuar ka një marrëdhënie me një femër kur ka të dashur, po. Dhe sigurisht që këto gjëra nuk mund të jenë utopi. As mund të shërbejnë si një lajm. Po në momentin që aty fillojnë edhe futet të thtet, kjo në mod. A ka shumë? Po, Okej, se goca të bukura në ekran po shohim shumë. Si me gishtat e dorës edhe i numërojmë. I numëron. Nganjëherë në fakt na bën përshtypje se sidomos këto vitet e fundit shikojmë në ekrane vajza të cilat ngrihen, po kanë një bum shumë të madh, po edhe që nganjëherë mbaron emisioni dhe thon vetëm një mbrëmë dhe natën e mirë. Dhe janë thjesht një kallop aty, një gjë që s'merret vesh se çfarë. Unë tani që ti po flisje, po mendoja thash duhet me gjithë një sponsor. U fa puna domethënë, kështu ecet. Se ndjen veten të kërcënuar nga ky fenomen? Jo, po nga që është mbushur, do të thotë po mbushet media dhe s'po ka vend për njerëzit. Mo këto janë shembuj. Këto janë shembuj. Tash e ne nuk ka qasin këta shembuj sepse e kemi filluar ndryshe. 20 vjet. 20 vjet, sa u bën? 30 vjet. 30 vjet. Po tash më shumë. Jo, 27 vite. Hiç 3 vite. Ase po tash nuk po na del llogaria sa vjeç je. Ka gjë më mirë. Më pëlqen konfuziteti në media, edhe në opinion, po që është vërtet një prostitucion mediatik. Ka kohë që ka nisur, vazhdon, unë njoh personazhe jo vetëm fushës showbizit, të artit e tjera, po njoh edhe gazetare, të cilat edhe gazetar profesionin e tyre e kanë kthyer në mjet jetese, shpesh herë e ngatrojnë edhe qefin edhe punën. Por është zgjedhja e tyre. Nuk i kanë paraqyku, me thënë drejtën, sigurisht që pra gazetarë profesioniste po thua. Po reporter, gazetarë që kanë mundësinë të futen në sisteme. Që i kanë akseset. Nuk është se janë gazetarë që vinë nga hiçi. Madje ka gazetare, dhe kjo ishte perlave që shkojnë në shtëpitë e personave me precedent, edhe ato majnë shënime, edhe ai flet se do bëj libër tjetër, ja kupton? Edhe kjo mban shënime. Tani
Këto për çfarë mban këto shënime? Jo, domethënë, që ta kuptojmë. Më bëri përshtypje dhe qesha, me thënë drejtën edhe okej, tash. Po për çfarë mban shënimet? Çfarë kuptimi ka? Për libër, Për të bëj ai libër. personazhi. Dhe i mban shënim që ti bëj gati. Do t'ja bëj kjo librin, do t'ja shkruaj. Do t'ja redaktoj, do t'ja bëj gati të gjitha. Qartë. Domethënë, Pas kemi përparuar shumë. unë si gazetare, nuk ka vite dhe besoj që Okej, deri dhënia e informacionit ose marrja e informacionit kur hyn në këto takimet, gjatë në takimet speciale, okej, deri këtu e di se na e the pak dhe më parë, po kjo ishte ç'ishte. Kjo ishte çiste, edhe për më tepër, kjo gazetare është ka gjithë kohën e mundshme televizive për dalë për të dhënë opinione për çdo gjë që ndodh. Domethënë, a është kjo normale në kohë që jetojmë? Dhe është kjo normale për mua që ruaj Profesionin, dinjitetin. etikën, kufirin, balancën, ku diun, ruaj burimin. Kjo gjë, po thuaj se ka raste ku njerëzit më drejtojnë më sa budallaqi që e treguar më. Po si zbëre ti një gjë për veten. Tu, një gjë për veten bëhet vetëm në momentin që dikush investon te punë. Ti përmendë Mojti. Ti përmendë burimin Anduena, edhe me që përmendë burimin, gjithmonë je munduar të sjellësh fakte edhe në panele, edhe në studio televizive. Ndërkohë kemi dëgjuar që kolegë të tut kanë çështje për shpifje. Ti ke ndonjë çështje në gjykatë në gjithë këto vite? Para disa kohësh më ra në dorë një raport një avokate në lidhje me të gjitha proceset civile në gjykatën e Rrethit Tiranë. Dhe aty ishte momenti ku ndjeva krenare për veten. Edhe se pra se nuk du fare të jem... Jam e vetmja gazetare që nuk kam akuza për shpifje nga zyrtar, individ, institucione etj. Etj. Është Krenari. Po sepse tani po patë edhe këtë gjë, po sa çfarë bie të bësh. Sepse për mua të ndërtosh karrierën në gazetari, Lori, dhe ky ishte një mesazh që unë dua ta jap. Për vete dhe për gjithë ata që mendojnë që ka gazetarë vërtet në këtë vend çuditshëm, nuk është garë. As ka shpejtësia, nuk është as maraton, është një rrugë shumë herë më e gjatë. Kërkon guxim, kërkon kuraj, kërkon mbi të gjitha dinjitet dhe karakter. Është pothuajse një mision i pamundur, po që shpesh herë ti kupton që këto vlera janë ato që e mbajnë njeriu. Se për pjesën e parave, mbase kemi qenë me fat që jemi lindur dhe jemi rritur në Tiranë, në kryeqytet, që nuk e kemi patur nevojën as kujt. Familje shëndetshme, qytetare, për të kërkuar lëmosh. Kam patur një familje që më ka rritur me shumë dashuri edhe me idenë që bëj mirë se s'ka gjë, do gjesh prapë mirë. Kështu që është shumë e rëndësishme thelbi se si ndërtohesh. Dhe pastaj karriera. Ne kemi një rubrikë Të ndjen. që bëjmë telefonat. Dhe me që ndalove të familja, unë dua të pyes në lidhje si përjetojnë ata kur ti ke një, do të thënë, në lidhje me një situatë dhe si e përjetojnë djali një herë radh parë, e diskutuam dhe bashkë. Në fakt unë doja të të pyesja më shumë për frikën tënde me djalin. Do të thënë marrëdhënia puna, familja dhe rrezikshmëria që ka puna jote. Jam përpjekur që mos ta shoh këtë lloj profesioni si frikë. Sepse nëse do ishte e tillë, do ishte kthyer në një stres jashtëzakonshëm për mua dhe mua nuk më pëlqen që të shkoj në punë me Po nuk, ky është një profesion që e ke zgjedhur ti. E kupton djali profesionin tënd? Ka ndonjëherë Aleksi, jo. Nuk e kupton akoma. Akoma, nuk e ke shpjeguar. Jo, nuk e kam shpjeguar, sepse kam dashur që ai të rritet me kohë ta kuptoj se çfarë roli ka puna ime në shoqëri, edhe në këtë lloj vendi. E vetmja gjë që Aleksi ka filluar të kuptoj, sepse është tashmë një mazhoren, është një minoren, 13 vjeç, ka filluar të kuptoj që mami i tij nuk është një njeri i zakonshëm. Është një njeri që njerëzit e ndalojnë në rrugë. Është një njeri që del në ekran. Shpesh drekën ja paguajnë për shikojnë. Është një njeri që
e duan edhe e falenderojnë shpesh, edhe e përgëzojnë shpesh, edhe në shumë raste i sillen dhe dhurata kur janë festat e fundvitit, dhe aty habitet, thotë mami kush na e ka sjellë këto, dhe unë i them, po na e ka sjellë i lanë njerëzit që mami ka bërë mirë. Po, në institucionet përgjithësi që sjellin në fund dhurata për gazetarët edhe për respekt. Po, në shenjë respekt. Është bërë një lloj tradite. Dhe ai është bindur tashmë, por nuk Aleksej, unë nuk e përsjell as pak stres edhe frikë. Do të thënë ti, kur mbyll derën e shtëpisë, i lë jashtë shtëpisë, si gjitha? E di pse nuk... Jo, nuk është se unë jam kaq perfekte për ta bërë këtë gjë. Do na thot dikush që ne kemi zgjedhur për të bërë surprizë Anduena. Surprizë më. Se kush je ti në të vërtetë? Në jetën jashtë ekranit. Ti na tregove se kush je, tani do kuptojmë se sa të vërtetë na ke thënë. Seriozisht? Jo, nuk besoj që ka. Ta telefonojmë? Do ta dëgjosh? Po jam shumë kurioze njerëz. Neve nuk e prezantojmë asnjëherë, vetëm nga zëri ti e njeh. Patjetër. Rubrika jon besoj ti do ta kesh parë edhe në emisionet e tjera, është që personazhi gjithashtu ty do t'i japi 3 sende, ku ti me këto 3 sende mund të krijosh një histori, një ngjarje, si një vërtet çfarë ka menduar. Çfarë do të thotë? Ne po I bëjmë telefon. Okej. Nuk afrohemi. Afrohemi? Ose po e dëgjon këtu. Po ta dëgjoj dhe në moment që sa ta hapi, sa ta njohësh, pastaj do ta jap ty telefonin. Okej. Dhe vesh afër mikrofonit. Alo? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ti jeni? Mami. Mirë, faleminderit juve mirë. Nuk e di tani, zëri jot është direkt dëgjuar I frëndujen. Po, patjetër. Ma një zëri pse? Është zonja Mina. Është mamaja Anduena Allabanit, e cila pranoi me shumë dashuri që të flasi për ty. Ka shumë emocionale. Afër Anduena, afër mikrofonit tënd dhe mami ka diçka për të folë afër mikrofonit. Mami. Mami. Unë nuk të thash në fakt që u do shkoja, thash thjesht ko dal mami se kam pak punë. Po pra, unë thash më ka dhe gjithë sot. E po, sepse nuk doja ta thoja më vonë, dëgjoj. Se janë te Lori edhe te Kera për një bisedë shumë të thjeshtë. Zonja Mine, na thuaj pak Anduena ka një profesion shumë të vështirë dhe me një mision shumë të veçantë dhe normalisht ka momente që ndoshta puna e saj e bën thjesht dhe e ngarkuar, por ajo që donim të dinim ne, Anduena e përcjell atë ngarkesën e punës në shtëpi, si I menaxhon gjithë këto vite, si e ndjer ti për vajzën tënde? Anduena është një vajzë shumë e fortë. Unë po ja them sot në sy se ja kam thënë asnjëherë, unë jam një nënë që nuk e kam përkthyer Anduenën. Dhe prandaj është sot në sajtë asaj qiljet time dhe është këtu sot ku është. Anduena kur nuk na ka mërzitur, ka pas punën me pasionin e saj si gjithmonë, që nuk mërzitet kur, çdo shqetësim e ka kaluar veç. Neve jemi të shqetësuar vetëm kur kemi qenë të shqetësuar kur që I pash skenat në për ekrane. Por Anduena nuk na ka përcjell asnjë shqetësim neve. Dhe nga kjo anë kemi qenë shumë të qetë, për e kemi para të që s'na ka thënë një diçka të keqe. Por, si prindi, gjithmonë, në bazë profesionit që ka fëmija, shqetësohet paka shumë, po jo direkt nga Anduena. Ka patur ndonjë rast, zonja Mine, që ke patur frikë për Anduenën? Po, kam patur kur ka qenë atere në Vlorë, që u bë ajo batërdi e madhe që u mbytër në shumë veta, dhe kur e shikonim që e kapnin Anduenën e turnin na trego ku janë fëmijët, motrat, vëllezërita, ne qanim, shikonim në ekrane dhe thoshim qanim dhe për ata prindër që ishin ndjekur, por dhe ne për vajzën tonë kur e shikonim që ishte në një situatë shumë të vështirë, që nuk I ngushëllonte dot me asnjë fjalë ata që ishin atë gjendje. Dhe kemi qenë shumë të shqetësuar atere. Zonja Mine, të falenderojmë shumë dhe të urojmë vetëm shëndet dhe të mira. Faleminderit shumë edhe juve. Ju uroj suksese. Faleminderit. Paçi mama, jam e pastaj.
Anduena ishte mamaja jote? Tani ti nuk e prisi që mamaja jote të vinte ndonjëherë në një studio televizioni? Shiko, kemi parë shumë emisione kështu edhe mami e preket shumë ndonjëherë dhe çfarë unë them, mos e shih këto. Këto sa juara, kupton, se janë gjëra që nuk janë për ne. Por nuk e mendoja në fakt që mami do fliste, do pranonte të dilte për mua, sepse është një natyrë që është shumë e ftohtë në raport me mua. Mbase kjo gjë mua më ka bërë mirë, sigurisht, por nuk ma thot asnjëherë një fjalë. Ta ka forcuar karakterin. Po ndoshta nuk ta thot me fjalë, po ndoshta ta tregon me vepra. Ose ndoshta ky është synimi se ashtu ka qenë koha atëherë që po jo, nuk ka lidhje se unë besoj që, më thënë, ndonjëherë diçka më ka detyruar mami të bëj që unë e përkëdhel shumë Aleksejin, djalin. Edhe i them, ato që mami im si ka bërë me mua, unë nuk e bëj me ty. Unë ndoshta prandaj e di kështu. Ti më kështu e. Nuk e di nëse bëj mirë, por gjithmonë është ajo e antishëmbullit. Se edhe unë për shembull maman e kam pas shumë tolerante, ndërkohë që vetë jam pak më strikte. Po. Kështu që gjithmonë merret kjo e antishëmbullit ndonjëherë. Po shiko, nuk është vetëm antishëmbulli, po ti ke shumë nevojë që nëna jote të thotë se kush je. Po mami nuk më ka thënë, edhe gjithmonë më e kam kritizirën më të fortë. Do të thënë, nëse ka një njeri unë marr telefon kur dal një emision është mami. Po pra atëherë ka bërë mirë. Po mirë më ka bërë më të fortë, por çka ka bërë era? Në shumë raste më ka ulur vetbesimin. E di pse? Sepse kur unë u rita dhe u bëra një vajzë adoleshente, që kisha një trup bukur ose një flok bukur dhe kur një mashkull më komplimentonte, unë theja vërtet, do të bija vetë. Ka qenë mirë jam? Ma kështë të njërish, kur e kam trupin e bukur, ose kam trupin e bukura, ose kam sytë e bukura, ose kam mundën e bukur. Do të ka se gjëra që ti duhet i dëgjosh në shtëpi, që ti besosh edhe të kuptosh që ore ti këto i ke. Edhe po ti tha bota, ti e di. Entuziazmo ka shumë se ti e di që i ke. Po i mendu nuk e ka bërë kur. Nuk e ka bërë në atë kohë sepse nuk ka dashur të më rrisi vetbesimin. Të marri koka erë. Siç ishte në atë kohë. Mentaliteti i mamave në atë kohë. Po pra, po. Mentaliteti se njerëzit më shohin kështu, po jam e hershme unë. Po. Anduena, me që jemi tek mentalitetit, po. Era kishte diçka për të? Jo, po mendoja për familjen në fakt, dhe po mendoja sa me fat që jemi rritur në familjet cilat jemi rritur, por ndërkohë fatin ton nuk e kanë edhe shumë femra të tjera. Dhe unë duhet ndalesha pak te ato vajza, te ato gra të cilat kalojnë në ekstreme për të shpëtuar veten, por nga një dhunues, ndoshta nga dhuna duke filluar që nga psikologjika deri tek ajo fizike, dhe pastaj deri në vetflim të fëmijëve apo të gjërave që kemi dëgjuar që nuk dua t'i përmend sepse nuk dua mos flasim kështu në term të përgjithshëm që dhe mos i lëndojmë ato familjet që kur situata sot Anduena me këtë plag kaq të madhe. I kam kaluar vetë, i kam raportuar, i kam njohur personazhe të tilla, njerëz të tillë që kanë probleme të tilla, dhe në shumë raste edhe i kam orientuar. Por shoqëria në cilën e jetojmë është një shoqëri, vazhdon të jetë një shoqëri maskiliste. Ne kot themi femrat, po gratë, jo gjithmonë janë. Po të dash pak nga Tirana? Po, sidomos kur flasim brenda në Tiranë. Sidomos kur flasim për rrethat apo për periferinë e kryeqytetit. Janë gra të cilat dhunohen dhe pranojnë të jetojnë me dhunuesin vetëm sepse s'kan ku të shkojnë. Sepse familjet nuk i pranojnë. Jo vetëm familjet nuk i pranojnë. Shkon ke burri, kushati jo, si pranon babai, vetja, ti fëmijë për të rritur, ik mo janë dhe etj. Pra janë vetë prindrit që i thonë ktheu te burri, që i thonë ktheu te burri, po janë dhe vetë gratë, të cilat gjendura përballë vështirësive financiare për të bërë ballë jetës, rikthehen tek dhunuesi. Po institucionet nuk po hyn tani këtu. Do të thonë këto femra që duan të shpëtojnë, sepse do të thonë
dhuna në familje nuk është se është vetëm e femrës, është edhe fëmijës që rritet e një djali që rritet me një baba dhunues dhe ajo e gjë pastaj. Janë kaq të shpeshta këto raste, saqë ato lloj institucionesh nuk kanë me këtë merren më parë. Se ne kemi dhe raste fatale. Po jo me raste të cilat marrin urdhën mbrojtje dhe rikthehen prapë tek burri. Tek familja. Rikthehen sepse s'kan mundësi. s'kan kurin. Nuk kanë kurin. Po nuk kemi qendra sociale në familje biologjike sot ktheu tek burri. Ne kemi dëgjuar raste edhe që të riqen denoncimin. Shkojnë deri në momentin. Kjo ka ndodhur në sallë gjyqit, Lori, ku një gruaja e dhunuar kishte marrë mbrojtjen, urdhër mbrojtje, sepse rri në mënyrë sistematike nga bashorti bashkë me fëmijët, 3 fëmijët e saj, dhe në sallën e gjyqit i kërkoi gjyqtarit që të kthehej tek bashorti e fal atë, Tërheq padin dhe gjyqtari u gjend përballë faktit. Tani çfarë mund të bëjë një gjyqtar në kushte të tilla? Si mund të sillet ndryshe? A mundet ta kthejë mbrapsht një vendim gjyqësor? Të respektoj vendimin e gruas. Përderisa të riqet, konkret u dha u hodh poshtë, pa dije dhe vajza gruaja u rikthyer në. Po ne kemi parë shumë raste që nga frika kanë tërhequr pa ditë patjetër, nga kërcënime, nga shumë gjëra. Tani vërtet ajo mund të dojë të ndryshojë jetën e saj dhe jetën e fëmijëve të saj. Unë dua të di nëse kanë ku të shkojnë këto gra. Kjo është pyetja. Domethënë, në qoftë se institucionet nuk e përballojnë dot, atëherë pse nuk i shtojnë një pjesë kthehen në viktima, siç kemi edhe kemi raportuar. Po çudia më e madhe 3 ditë zgjat kështu. Do flasin të gjitha mediat dhe pastaj çudia më e madhe 3 ditë zgjat harrohet. Nuk u marr më njëri me ta. Një pjesë e mirë rikthehen në shtëpi, në rastin më të mirë familjet i pranojnë. Raste të tjera kthehen tek bashorti dhe prap kthehen në viktima dhe bëjnë një jetë, nuk e di çfarë jetë mund të quhet, por ka edhe gra të cilat shkojnë në qendra rehabilitimi, të cilat marrin një lloj konsulte, le të themi, për të vazhduar një jetë normale, për të gjetur një punë ku mund të sigurojnë disa të ardhura. Ose është një shkollim, sepse janë edhe të pashkolluara. Jo të gjithave ju ndrin fati. Sepse jo në të gjitha rastet institucionet shtetërore kanë mundësinë për ta bërë jetën e tyre të mundur. Çfarë mungon atëre? Në këtë vend mungojnë shumë mirë. Mundësirat të gjitha. Mundësirat financiare. Ne kemi patur një qendër të trajtimit të viktimave të trafikimit. Ne nuk dimë se çfarë bëhet me ta. Nuk kemi asnjë informacion. Një pjesë e mirë e tyre kthehen prapë. Ne kemi akoma viktima trafikimit? Nuk flitet më për. Se nuk flitet, prandaj nuk kemi më. Ne raportuam që u gjend një banesë me vajza që përshkruanin. Pjesa më e madhe. Po ishte rasti që u raportuar para ca ditësh. Çka ka ndodhur? Është një fenomen që është në zhvillim e sipër që prostitucioni në Shqipëri është zëvendësuar nga vajzat shqiptare në vajza të huaja, të cilat vinë kemi dëgjuar. Nga vendet latina. Kështu që kjo e ka bërë deri diku që të mos flitet më për vajzat tona. Për vajzat tona, po ti je sigurt që vajzat tona nuk rinë ato që e kanë si profesion ose si mënyrë jetese këtë gjë. Preferojnë të shkojnë në vendet e huaja. Kështu që kemi bërë thjesht një skambje, një ndërtim, po fenomeni vazhdojnë. Shumë për të ardhur. Ti ke marrë një dosje. U përpoqja ta gjej një dosje. Kemi sendet e tua që ti ke sjellë rubrikën e sendeve dhe pak përpara se ne të futeshim të hynim në kamera, ti the që i kam personale, profesionale. Po. Çfarë ka kjo dosje? Mund na shpjegosh pak? Po, patjetër. Do ta filloj me këtë. Kjo është emri i emrin. Është Sirolapsi, që përfaqëson fillimet në gazetari. Ku çdo intervistë, çdo ka bërë dhuratat? Faktikisht këto ma kanë bërë dhuratë, por është një për mua është emblem Sirolapsi, është vërtet Po pra, se shumë ka shumë kuptim. Është shumë i thjeshtë, por shumë thelbësor për gazetarin, sepse me këtë që shënojmë janë gjëra që ti ndërton histori mbi ta. Edhe unë kam filluar në një kohë në vitet 98
ku lapsi dhe bloku ishte kryesore. Ishin dy gjërat e mia më të rëndësishme. Shenjta pa gazetare. Stylolapsi përfaqëson fillimet nga gazetari, ku çdo intervistë, citat, çdo dëshmi që unë gjëja në sallë gjyqit, çdo fantazi e imja, çdo ide e imja, i vej dhe shkruaj me dorë. Me këtë stylolap. Unë këtu kam se disa gazeta ku unë kam bërë shkrimet e mia të para. Në fakt, vjen shumë keq që i kam kështu sepse nuk kam arritur ti postoj në një. Po duhet ta bësh patjetër. Kam bërë gati vetëm për t'i çuar. Shumë mirë. Për t'i rregulluar, për t'i vendosur në një mënyrë që t'i kem dhe t'i ruaj dhe t'i lexoj. Janë disa shkrime të mia ku gazeta për mua. Cila gazetë është Amandore? Kronikën e Zezë bëje? Po. Në atë kohë mbuloja gjyqësorin. Kam qenë shumë e vogël, me thënë drejtën. Ja vetëm të gjej pak. Po mirë. Ti zgjodhe Kronikën e Zezë. Po dhe? Ti zgjodhe Kronikën e Zezë. U gjenda përballë një zgjedhje të tillë sepse kur unë fillova punën në gazetën Koha Jon, ka qenë koha kur në Shqipëri ishte eksodi i kosovarëve, vitet 98, se kishte mbaruar lufta në Kosovë. Një nga gazetarët që mbulonte gjyqësorin ishte larguar jashtë Shqipërisë. Dhe me qënë se unë u futa, do një rastësia të çon në vendin e duhur. Të shkosh të mbulosh edhe ti ngeca apo të sportit, për shumë dëshoj në sport. Pra ti beson të rastësia që ndonjëherë kur rastësisht ndodhemi diku mund të jetë një element i rëndësishëm për jetën. Ne lëvizim me energji dhe fati jonë është kur jemi në kohën e duhur në vendin e duhur. Shumë mirë. Gazeta për mua është një moment shumë kulmor në karrierë. Këtu është një shkrim nano të dëshmoj para gjykatës. A është Koha Jon, Është gazeta Koha Jon, e cila në atë kohë kishte një tirazh shumë të lartë. Po, ka qenë shumë e famshme. Edhe shkrimet në të jo gjithmonë ishin për mua ishte një lloj satisfaksioni sepse merja, më litet edhe pa gjumë, po dhe më vinte në gjumë. Domethënë ishin artikuj që linin gjurmë dhe ti doje me fjalët e tua gjelen edhe sot në arkivën e Shtypit shqiptar në atë kohë. Për mua është një duke ka qenë satisfaksion, kam dek disa nga proceset shumë famshme adres, ka qenë 14 shtatori, vresja e Azem Ajdarit, procesi kokaina, domethënë gjëra që jo për një vajzë aq vogël nuk ishin shpesh herë dhe aq të përballueshme, se duhej shumë guxim edhe aq më tepër për një femër. Ishte shumë e vështirë që ti të gjendeshe përballë një salle me pandehur fort, apo me njerëz që akuzoheshin për gjurullëdira dhe për ngjarje që trazuar një shtetëtar. Kështu që imagjinoni. Ishe rrezikuar ti atë? Apo ti ishe çështje moshe, domethënë që prika kam vënë. Në atë kohë unë jam ndjerë rrezikuar. Jam ndjerë rrezikuar nga disa grupe që në atë kohë ishin persona do bandat të rrezikshme, nuk ishin bandat, ishin grupe. Nuk e kishin marrë akoma këtë titullin bandat, ishin grupe kriminale, që quheshin tokfjalshin ligjor, juridik, për cilat kishte akuza si vendosje bombash, vrasje, shkatrim prone, vjedhje, pleçkitje me dhunë. Me thënë, ti duhet raportoje për ta. Dhe një moment, unë u gjenda përballë një grupi të tillë që ishin të lirë, fatkeqësisht ose fatmirësisht për mua, edhe unë u gjenda përballë dhe arrita t'i shpjegoj atyre individëve që shikoj që në shumë raste këtë titullin këtu nuk e vendos unë. Nuk e vendos unë, po e vendos. Por detyrohem ta vendos. Për redaktorin. Edhe fal kësaj edhe ndonjëherë çelësia nga situatë nga balta. Patjetër. Që kjo ka qenë një situatë shumë e sikletshme, po që ja do. Anduena, një profesion shumë i vështirë, apo jo? Për ta mbyllur, ti je parë edhe në Stylolapsi është fillimi. Stylolapsi. Gazeta dëshmi, po. Mikrofoni dhe televizioni është zëri që mbeten. Po për ta mbyllur. Të kemi parë që sfilon. Mos ndoshta do ishe bërë dhe modele? Nëse nuk do kishe zgjedhur gazetarisë? Nuk e kam pas qëllim, po ajo sfilata ime ka një kontekst. Kush ka ditur ta lexoj dhe ta kuptoj, dhe kush është informuar,
ka arritur ta kuptoj pse. Prandaj të pyeta dhe dua që ta shpjegosh. Jam gjetur në një situatë bashkë me kolegët e mi, ku një vajzë e cila quhet Erina, unë e përshëndes e dua shumë, edhe Erina është ka kaluar një traumë në jetë dhe kjo i ka sjellë një problem me komunikimin. Dhe duke qenë se Erina nuk është një femër dhe një vajzë e zakonshme si jemi ne, ajo të gjithë ekspresionin e saj, të gjithë dëshirat, të gjithë pasionet i shpreh nëpërmjet vizatimit dhe pikturat. Pikturat e saj, fal mundësive që kishte babai, u stampuan në disa objekte siç janë shalli apo siç janë kollare. Dhe ti ke përdorur shumë shallin nëpër studio. Unë e kam përdorur kollaren dhe duke qenë se unë e kam vendosur kollaren e Erinës dhe shallin e Erinës për t'i treguar të tjerëve që shiko se ka dhe gjëra të lezetshme që bëhen nga njerëz që i kanë këto lloj arsyesh dhe mundësirash. Dikush që ishte një ta themi e rova një stiliste. Një stiliste e përqafoi këtë dëshirë dhe tha duaj që të punoj dhe unë me ty. Dhe kur ne e bëm këtë gjë realitet dhe krijuam bashkë me personazhe VIP, siç ishin njerëz të ekranit, por edhe aktor dhe këngëtar, arritëm të krijonim disa sfilata me punët e Erinës. Dhe ky ishte satisfakcioni më i madh i saj. Dhe kjo e di pse u bë. U bë për të treguar që Erina ti bën gjëra shumë të bukura, të cilat mund të mbajnë njerëz, të cilët dalin edhe janë dikushit. Dhe dalin në ekran dhe shfaqin gjën tënde. Dhe kjo solli një lloj ndryshimi në atë empatinë që kishte Erina për veten e saj, duke motivuar. Duke motivuar që ajo të vazhdonte të punonte dhe të bënte gjëra më të mira. Sa e ka rrogën një gazetar? Mos më thuash rrogën. Gazetar karrierë. Dua të më thuash rroga bazë një gazetari është minimalist. Karrierë. Mjafton për të mbijetuar ose për të mbajtur familjen? Unë bëj 3 punëra që të jetoj siç duhet jetoj. Dhe kur flas 3 punë, sigurisht që janë një punë që lidhet me profesionin, sigurisht që përpiqem që të marr pagesa kur unë dal nëpër studio, me cilat unë bëj opinion dhe bëj share informacionet e mia, dhe mund bëj ose mund të merrem me PR të një materiali, të një domethënë ka mënyra sepse me një burim financiar nuk ja del. Jo, është e pamundur. Është kjo një arsye kot. Dhe që nuk janë zgjedhin këtë rrugën e thjeshtë, siç thamë edhe për vajzat e showbizit, është njëjta gjë edhe për gazetarët që zgjedhin këtë lloj mënyre për të jetuar më mirë ose edhe për t'ia dalë, për të paguar faturat në fund fare, se shiko, unë është bërë jetë e vështirë. Unë nuk e justifikoj një veprim të tillë. Nuk dua ta justifikoj, jo. Unë kam përshtypjen që është çështje zgjedhje. Është çështje formimi, perceptimi mbi jetën. Është çështje zgjedhje, Lori, sepse të gjithë në këtë lloj profesioni, pushteti i katër, informacioni është pushtet. Në momentin që e ke pushtetin, ti do të dish të shfrytëzosh këtë sa më mirë. Por nëse ti zgjedh rrugën më të shkurtër, është shumë e thjeshtë punosh me këta njerëz. Është shumë e thjeshtë. Të shkosh edhe ti shërbesh X individi apo X grupi. Po përgjithësia që ti ke dhe pasojat që ti ke informacioni është pushteti i katërt. Media është pushteti i katërt. Po mos është i parë tashmë. Po tani fakti që na pyesin për gjithçka, kush do arrestohet, kush e ka radhën. Prandaj të pyetëm dhe ne, kush është i katëri? Kjo tregon që media ka arritur në një pikë ku vendos fatet edhe për qeveri, se jo. Mos harro që një pjesë e mediave pushtohen nga politikanët. Janë kusht që t'jenë të tyre për të qenë fjala që njerëzit e besojnë. Doktrina, indoktrina janë gjëra shumë thelbësore për politikën dhe ne pa politikë nuk jetojmë dot. Anduena, faleminderit që pranove ftesën. Ishte një bisedë vërtet e vlefshme dhe mendoj që kemi thënë gjëra që duhet i themi me zë të lartë.
Faleminderit Lori, faleminderit Era. Faleminderit që na hape zemrën edhe dosjen tënde të shenjtë. Jo, ka shumë të tjera si këto. Po, shpresoj që kjo të mos jetë as e para as e fundit bisedë me ju. Unë u kënaqa shumë. Me shumë kënaqësi. Faleminderit për surprizën që më bët edhe Je gjithmonë e mirëpritur. unë u përpoqja që t'jem unë, edhe ata që të njohi, do ta kuptojnë që unë nuk kam ndryshuar as 27, as 30, as 40, as edhe u kënaqa. Edhe suksesën e emisionin tuaj, Faleminderit. edhe po më bini që të bëj unë një qëtime, se Patjetër që po, të presim. Do na bëhet konkurrente tani. Asnjëherë, se ajo ka tjetër zhanër. Era, Do bëjmë lidhje të direkt, pastaj kur ta bësh ti podcastin. Natën e mirë Anduena, natën e mirë të gjithëve dhe shihemi të dielën tjetër. Paqen. All I need is us together. Anywhere we go to, in this moment will you say it like you mean forever? No matter what we go through, always gonna have you. All I need is us together. I know that you love me with everything we could be, holding on until forever. The only one that knows me, only one I wanna see. Let me take you to my galaxy. Say goodbye to all your wars.